Kanën tek Safa dhe në Merva, atje ku vrapoi Haxheria për të kërkuar ujë për djalin e saj. E aty ka shumë kuptime. Disa nga dietarët e kanë përmendur se dy anët e Safës edhe Mervës i gjasojnë dy anëve të peshorës, ku do të vendosin veprat tona. Të kujtohet peshorja ditën e gjykimit, një peshore e madhe, ku do të peshohen veprat e njerëzve. A thua vallë, çfarë do rëndon peshoren time? A do rëndojmë punët e mira? A do rëndon peshoren time adhurimin? A do të jem mjaftueshëm i pasur që kur të vendosi pasurinë time në peshoren e ditës së gjykimit ta rëndon fuqishëm e kështu të marr verdiktin e shpëtimit dhe lejes për të futur në xhenet? Cili është epilogu përfundimtar? Apo do të vijë peshore e lehtë për shkak se nuk ka pesh vepra jonë që e rëndon? Allahu na ruaj. Prandaj janë pritime që të lidhin në çdo hap, sikur që përmenda me ahiretin, në çdo hap të lidhin me udhëtimin tënd të vazhdueshëm pas vdekjes tënde.